Jemi këtu në studio Mysafirën për sot. Mysafirë për sot e kemi anëtarin kryesisë njerë deputetin LDK-s Jona Lushaku. Mirëmbrëma, Jonë, mirë se erdhën në emision. Mirëmbrëma, mirë se gjitha. Pat shumë polemika, nxita takimet nuk keni shkuar. Takimin e fundit shkut për shkak të presionit publik apo për një mend pritet që zoti Kurti do të ofrojë zgjidhjen të shtunën? Jo, shkuam për të kontribuar një zgjidhje në kohë krize. Ne si parti e kemi kuptuar që është krijuar një krizë politike si rezultat i pamundësisë të krijimit të shumicës nga partia që ka dalën me numrin më të madh të votave, rrjedhimisht vetëvendosje. Në këtë pamundësi kemi hyrë në një krizë dhe urgjenca për ta zgjidhur këtë krizë kërkon bashkëpunim, kërkon konsensus, kërkon bashkëpunim të një mend për të dalur nga kjo krizë. Por problemi është që ne përkundër faktit që shkuam takim, pati një epilog takimi të papërshtatshëm ku nuk pati zgjidhje, nuk pati propozime, nuk pati propozime të rrugdaljes nga kjo krizë politike, dhe është më tepër një komoditet të shtuar nga kjo parti që nuk e shet që ka ndonjë emergjencë për ta zgjidhur situatën. Kriminal speseve sa në takimit, a do të thotë që pas vendimit gjykatës keni ndryshuar mendje dhe LDK, që keni qenë premtë, që nuk e votoni kërkom prej vetëvendosjes për kryeparlamentar, apo pas vendimit keni qenë gatshëm me faktin që keni shkuar në takim, mu zgjedh një mundësi e kompromisit dhe me dalë pi krizës? Jo, e para, vendimi është një gur themel. Vesh një sekund. Vendimi gjykatës kushtetuese, akt gjykimi, i jep një rrugë zgjidhje, i definon kufit se si duhet të ecim përpara. Ne kemi menduar dhe kemi kontribuar që ta dërgojmë bashkë me deputetët e tjerë në gjykatë kushtetuese për ta marrë këtë interpretim dhe për të na ndihmuar për të dalë nga kjo krizë. Dhe rrjedhimisht pas këtij akt gjykimi ka qenë e nevojshme që të ulemi me që edhe akt gjykimi bën thirrje për bashkëpunim dhe për... Ko kjo mëzdrot si reflektim edhe LDK-s për votim edhe për... Absolutisht, kontribut për të dalë nga zgjidhja. Dhe kjo ishte në mënyrë unanime e vendosur nga të gjithë deputetët, të cilët dëshironim që të çanim një mesazh dhe të kontribonim për dalje nga situata, përkundër faktit që ne jemi të vetëdijshëm që përgjithësia i takon partisë së parë edhe për të ardhur me propozime edhe për të gjetur zgjidhje edhe kompromise me partitë e tjera. Jon, ju thatë që pas të vendimit edhe ju vetë si LDK keni reflektuar dhe keni thonë të zgjejmë një zgjidhje. Çka ndodhi aty në takim? Nuk pat shumë reagime nga LDK-ja. Çka ndodhi konkretisht në takim? Përveç disa deklaratave të shkurta të zotit Abdixhiku edhe të Hikmetës, çka konkretisht zoti Kurti? A ka pas gatishmëria ditë në takim për zgjidhjen e problemit? Apo ka ndodhur ajo që pa deklarata të ndryshme si zoti Kurti veç ka filluar ta interpretoj akt gjykimin e kushtetuesës ashtu siç e ka pa ajo, se s'po them shika ku po ashtu siç e ka pa ai zoti Kurti. Ka një vrojtim edhe një konkluzion të përgjithshëm që leximin e akt gjykimit po e bën vetëvendosje me qëllim ashtu siç po i përshtatet atyre. Ata kanë ardhur me propozime duke thënë që ne po e procedojmë prap votimin e mshet të komisionit, votojeni ju, pastaj shkojmë me votimin e hapur edhe një herë për Albulina Haxhiun. Do me thënë, ka pasur një tendencë për të bërë një kompromis për diçka që gjykimi i gjykatës kushtetuese ka thënë që është jo kushtetues. Prandaj këtu ka qenë kundërshtimi jonë i parë dhe themeltar. Ne nuk bëjmë kompromise për të bërë diçka jo kushtetuese, sepse jemi parti shtetformuese dhe e respektojmë, ne kemi thënë që akt gjykimin do ta respektojmë si të tillë. Por leximi i një anshëm nga vetëvendosje po bëhet për shkak që ju ndihmon për të dalë nga ky kurth diskursiv që kanë premtuar gjëra, që kanë vepruar gjëra jo kushtetuese, madje që e kanë vënë në kurth gjithë parlamentin edhe krizën politike. Jon, a konsideroni që e ka kry akt gjykimi kushtetuesës çështjen e votimit të fshet apo kalon hapësinë për interpretime? Se vetëvendosja po thotë që e kalon.